Suksesin dhe dështimin i ndan vetëm një fije hollë, e cila në shumë raste mund ta ketë emrin fat. Dhe ndodh edhe kur përgatitja, mundësia dhe rastësia janë në një sintoni të plot me njëra tjetrën. Shumë kampion kanë humbur mundësitë e tyre, shanset dhe ndeshjet, sepse fati nuk ka qenë në anën e tyre. Ndaj, ai që është i destinuar për të qenë një kampion, luftën më të vështirë ka pikërisht me fatin. Nëse përgatitjen, talenti dhe besimin i kishte me vete në mbrëmjen e 16 shtatorit Çermen Valiev, fati nuk e kishte me vete. Për fat të keq, atë mbrëmje mundësi i Shqipërisë u dëmtua, pikërisht në finalen e 74 kg në kampionatin botror të mundjes. Në një rrëfim si asnjëherë më parë, nën kampioni i botës dhe medalisti i parë olimpik shqiptar, Çermen Valiev do të tregoj të gjithë historinë e tij. Çermen, faleminderit që jeve me mua sot dhe uroj shërim sa më të shpejtë. Do ta nisim pikërisht nga finalja. A mund na tregosh pak se çfarë të ndodhi atë mbrëmje, atë momentin e dëmtimit aq të vështirë sa ishte? Да, в финале я встречался с японским борцом. Вроде все шло хорошо, первый период, скажем так. Në finale u përballa me një mundës japonez. Gjithçka po shkonte mirë. Pjesa e parë zhvilloi sipas planit tim. Rezultati ishte 3-2, por isha i sigurt në forcat e mia sepse shumicën e pikëve i merrja në pjesën e dytë. Isha përgatitur të jepja maksimumin në pjesën e dytë. Por ndodhi ajo që, siç e patu, dëmtova në këmbë. Mund të them që e kapi këmbën në mënyrë të pafat ose me qëllim, nuk e di. Në çdo rast jam mirënjohës Zotit. Sot jam në kampion bote. Kështu ka qenë shkruar për sot. Nuk do të dëshpërohemi. Tani më pret rehabilitimi dhe do të vazhdoj punën. Besoj se do të rikthehem përsëri, madje më i fortë. Дальше уже работать, и я думаю, я вернусь еще сильнее. Pse nuk e ndërpret ndeshjen, sepse u duk qartë që ju mezi e mbështesit këmbën në tapet? Да, мне оказали медицинскую помощь врачи, но... Po, mjekët më dhanë ndihmën e parë, por më fashuan shumë fort këmbën. Nuk e ndjeja këmbën deri në fund dhe mendova se mund të vazhdoja ndeshjen. Ishte finale e kampionatit botror dhe doja të jepja gjithçka, por nuk munda sepse këmba ishte mpirë dhe dhimbja ishte shumë e fortë. Ju vjen keq që nuk arritët të shpalleshit kampion bote? Ну, как сказать, да, Nuk jam i penduar, por më dhëm që mora një dëmtim kaq serioz. Shpresoj që në të ardhmen ta fitoj medaljen e artë të kampionatit botror. Le ta themi edhe një herë nga fillimi, si ishte ky kampionat botror për ju? Наверное, Бог лучше Nga njëra знает, anë как kam там. medaljen e argjend, nga ana tjetër kam një dëmtim që duhet shëruar. Ende nuk di çfarë ndjesish kam. Gjithsesi jam mirënjohës Zotit. Ndeshja gjysmëfinale me Sidakov, kam përshtypjen që ishte ndeshja më epike e këtij kampionati botror. A mund të tregosh pak ato emocione, se si arritet ta përmbysë pikërisht në sekondat e fundit të ndeshje? Да, за Узбеком я встречался в полуфинале. Zaurbek është sportist shumë i fortë, kampion olimpik dhe 3 herë kampion bote. Përballja me të ishte më e vështirë se me amerikanin. Me amerikanin ishte vështirë sepse ishte hera e parë që ndeshesha me të dhe nuk e njihja. Nuk e dija cilat ishin lëvizjet e tij kryesore. Ndërsa me Zaurbekun ishte hera e 6 dhe e njihja më mirë. Gjithsesi ishte më e vështirë me Zaurbekun. Я сумел его опять. Ju vazhdoni të jeni ende numri 1 i botës në peshën 74 kg. A ka një sportist më të mirë se Valiev në këtë moment në këtë peshë? Unë mendoj se jam numri 1 në këtë peshë. Për të dytin nuk e di, koha do ta tregoj. Не знаю. Время покажет. E gjithë Shqipëria e ka vuajtur atë momentin kur ju jeni dëmtuar. A ke një mesazh për gjithë ndjekësit e tu, për gjithë sportdarësit? Да, действительно, чувствую Po, поддержку. ndjej shumë mbështetje këtu. Kam marrë shumë mesazhe nga shqiptarët. Më shkruajnë, ti je kampioni ynë. Kjo është shumë kënaqësi për mua dhe më motivon. Faleminderit shumë për mbështetjen. Faleminderit Federatës Shqiptare të Mundjes. Faleminderit trajnerëve Leonardit dhe Ermalit. Faleminderit dhe Komitetit Olimpik me në krye Fidelin. Na krijojnë të gjitha kushtet për stërvitje, që të mos shqetësohemi për asgjë tjetër. Shumë faleminderit. Si e përjetuan shokët e skuadrës momentin kur ju dëmtuat dhe të gjithë ata sportistë e ekipeve të tjera të cilët u afruan më njëherë në atë moment? Да, это после травмы я был... Pas dëmtimit isha shumë i mërzitur, këmba më dhimbte shumë. Më mbështetën shumë miqtë dhe trajnerët e mi. Ishte edhe Zaurbeku, shok nga ekipet e tjera. Selkazarov dhe Tsakulov, ata përfaqësojnë Slovakinë. Jam shumë i njohës që në atë moment të vështirë ishin pranë. Në ato çaste kupton që nuk je vetëm dhe që miq të mbështesin. Po me familjarët e tu folët, ata si e përjetuan këtë moment?
Da, moja семья также, конечно, меня Po, edhe familja ime më mbështeti. U mërzitën që në finale ndodhi kështu, por e din që sporti pa dëmtime nuk ekziston. Në sportin e madh është e vështirë pa dëmtime. Këto momente duhen kapërcyer dhe duhet punuar më tej. Si është gjendja juaj fizike dhe kur mendoni se do të fillojë rekuperimi? Na данный момент Aktualisht doktori më tha t'i jap pushim këmbës, sepse është ende e injtur. Ka inflamacion dhe duhet të largohet inflamacioni fillimisht. Nesër do të takohem përsëri me mjekun. Pastaj do të vendoset si do të vazhdojmë. Mendoj se duhet operacion. Më pas do të shihet si do të ecë rehabilitimi. Jam i vendosur të rikthehem edhe më i fortë. Kur do të kemi mundësi ta shikojmë sërish Çermen Valiev të zbresë në tapet? Sinqerisht ende nuk e di, por dua shumë të rikthehem shpejt në tapet. Do të bëj gjithçka që varet nga unë për tu rekuperuar sa më shpejt. Të rikthehem në arenën e madhe, në kampionatin evropian dhe botror. Me ndihmën e Zotit do të rikthehem sa më shpejt. Cilat janë synimet tuaja të radhës? Ne e dim shumë mirë që së shpejti në muajin prill në Shqipëri do zhvillohet kampionati evropian i mundjes. A do të jetë gati Çermen Valiev për këtë kampionat? Shpresoj të jem gati për kampionatin evropian në Tiranë. Do të ishte shumë kënaqësi të shihja që në kampionatin në Shqipëri njerëzit të gëzoheshin. Shpresoj të rikthehem për kampionatin evropian. Kategoria 74 kg mbetet kategoria më e fortë e mundjes. A do të synojë sërish Çermen Valiev që të shpallet kampion bote? 74 kg është shumë peshë konkurruese. Në këtë kampionat botror isha shumë afër medaljes së artë. Në të ardhmen do të bëj gjithçka për të bërë kampion bote, që nga fëmijëria kam ndëruar ta vendos unazën e kampionit botror mbi vete. Tani për ta mbyllur do të më thuar disa fjalë shqipa. Ke mësuar ndo pak shqip? pak, po, si e mirë, avash, kujeti. Faleminderit. Thank you.